Gjykata e posaçme kundër korrupsionit e krimit të organizuar dënoi KTTH me rreth 155 vite burg, në total 28 të pandehur, të cilët u shpallën fajtor për veprën penale ndihmë për kalimin e palishëm të kufirit, kryer në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Sipas hetimeve të prokurorisë së posaçme, grupi kriminal organizonte kalimin e migrantëve të palishëm drejt vendeve të botës, kundrejt pagesave që arrinin në mijëra euro për person. Ky vendim vjen në kuadër të goditjes së grupeve kriminale të përfshira në organizimin e migracionit të palishëm e për të jetë objekt i ankimimit në shkallën më të lartë të gjyqësorit. Kjo çështje vendosen të dërguar për gjykim nga SPAK dhe 32 personave të akuzuar për trafikim migrantësh, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, falsifikim dokumentash e shpërdorim detyre. Sipas organeve të akuzës, të pandehurit kanë vepruar gjatë viteve 2022-2024, duke organizuar kalimin e palishëve të shtetit shqiptar në rrugë toksore, ajrore e ditare, drejt Mbretërisë së Bashkuar, Shteteve të Bashkuara të Amerikës e Kanadas. Ndaj të panderave ngritën akuza për ndihmë për kalim të palishëm të kufive, falsifikim të letër njoftimeve, pasaporta ose vizave. Grupet të strukturuar kriminale, kryerje të veprës penale nga organizata kriminale e grupi strukturuar kriminal, si ke shpërdorim detyre nga 32 persona të marrë të pandehur në këtë procedim, GKK shpalli fajtor 28 prej tyre, duke dënuar në total me rreth 155 vite burg. Për pjesën tjetër të pandehurve, gjykata ka vendime të veçanta sipas rolit të provave të administruara gjatë procesit gjyqësor.